Korespondenti është alfa dhe omega e çdo redaksie për informata nga vendi ku gjendet. Korespondenti është burimi kryesor I informatave për një medium. Kryesori është. Mund për shembull redaksia të merr lajmin nga agjencia e lajmeve, që më të shpejta e që mbulojnë rrjetin më të madh. Mirë po, gazeta apo mediumi duhet ta verifikojë atë lajm. Nëse ka korespondentin e vet në atë qendër atje, në atë shtet, në atë republik, atëherë korespondenti e verifikon se a është e vërtetë ajo dhe lajmi mund të më shkue. Ose korespondenti vetë punon atë. Pra, qoftë korespondent lokal, qoftë rajonal, apo qoftë jashtë shtetit shtetëror. Se korespondenti është sy dhe veshë e vendit ku jeton. S'ka, ai 24 orë duhet të qenë truni I tij të punoj. Fatkeqësisht kohët e fundit nuk po jepet rëndësi korespondentit. Nuk po jepet rëndësi dhe edhe në nivelin lokal që I kanë, nuk I kanë të nivelit të duhur korespondentët.